Adhuruesit e familjeve mbretërore u përballën me një lajm të gëzueshëm këtë javë. Pasi princi i Shqipërisë, Leka 2, njoftoi fejesën e tij me të dashurën, Blerta Celibashi. Pas publikimit të një videoje nga momenti romantik i propozimit dhe disa fotografive të reja të çiftit të lumtur, revista Hello ka ndalur vëmendjen të Unaza Mahnitëse e fejesës së nuses së ardhshme mbretërore. E veshur me një fustan të gjatë saten në ngjyrë fildishi, ajo duke rrezatuese ndërsa pozonte në një dhomë të mbushur me dritë dhe bim dekorative. Në fotografinë e fundit shihej duke admiruar unazën e saj të re me diamant, e cila, sipas ekspertëve, vlerësohet rreth 120.000 funtesh apo 140.000 eurosh. Eksperti i bijuterive dhe themeluesi i markës Abelini, Nilesh Rakholia, e përshkroi dizajnin e unazës si mbretëror dhe elegant. Ai shpjegoi se unaza përbëhet nga një diamant oval ose me prerje, i vendosur mbi një rip të hollë. Duke theksuar simbolikën që fshihet pas formës së gurit, Rakholia shtoi: diamantët oval dhe ata me prerje çushjon lidhen prej kohësh me harmoninë dhe dashurinë e qëndrueshme. Janë forma të hijshme romantike, por jo të tepruara që i përshtaten në mënyrë të përkryer dikujt që hyn në jetën mbretërore. Edhe pse nuk është unaza më e madhe e ndonjë fejes mbretërore, eksperti theksoi se ajo është punuar me mjeshtëri dhe ka vlerë të madhe, si financiare, ashtu edhe sentimentale. Është një dizajn i përjetshëm që duket si klasik dhe modern njëkohësisht. Diamanti i zgjatur tërheq vëmendjen, duke krijuar një formë të hijshme, ndërsa detajet shtojnë sasinë e duhur të shkëlqimit pa e mbingarkuar gurin qendror, tha ai. Unaza e Blertës është pjesë e këtij evolucioni romantike, e rafinuar dhe me domethënie. Një dizajn që nuk do të dalë kurrë nga moda, përfundoi ai.